Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka intensifikuar akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama duke pretenduar se kreu i qeverisë ka nxjerrë jashtëvendit shumë të konsiderueshme parash në mënyra të palishme. Lideri demokrat i mbështeti akuzat e tij te deklaratat e eurodeputetit Tomas Zdechovski, i cili sipas Berishës ka ngritur dyshime për lëvizjen e parave jashtëvendit dhe ka përmendur edhe persona të afërt me kryeministrin. Deklarata e europarlamentarit në mediat shqiptare është aktakuza më e rëndë që i bëhet personalisht Edi Ramës dhe familjarëve të tij nga një personalitet i shquar në Parlamentin Evropian, i cili shprehet se po ndjekim parat, rikujton pra parimin e kapjes së mafjes duke ndjekur parat, e pa shembull, e pa precedent. Dhe ndonë se kanë kaluar 24 orë, Edi Rama nuk ka hapur gojën, ka heshtur si fia e barit. Berisha u bëri thirrje institucioneve europiane dhe agjencive ndërkombëtare të zbatimit të ligjit që të verifikojnë pretendimet dhe të nisin hetimet për këtë çështje. Nga ana tjetër, i bëj thirrje prokurorit publik të Bashkimit Evropian, prokurorisë publike, të ndërmarrë me një hetime për këtë problem të merrsisht shqetësues. I bëj thirrje Interpolit dhe Europolit, Eurojust, të angazhohen në hetimet më serioze. Edi Ramës që sillet si diktator të dikurshëm të Afrikës që mbushin avion me kartë monedha dhe i sillnin në banka të ndryshme. Ky hetim ka një vlerë dhe rëndësi të jashtëzakonshme për shqiptarët. Partia Demokratike do vazhdojë kërkesën e saj për hetimin më të plotë të mundshëm. Në të njëjtën konferencë, kreu i opozitës u ndal dhe te reforma territoriale duke akuzuar qeverinë se synon të reduktojë numrin e bashkive në kuadër të një procesi që favorizon shpopullimin e vendit. Tani ai kërkon të zbatoj më tej politikën e çpopullimit duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Zgjidhja e parë janë protestat e fuqishme në të gjitha këto bashki dhe në të gjithë vendin.